Dritë në fund të tunelit për Vllaznin, klubi Shkodran duket se ka hedhur hapa konkret drejt zgjidhjes së problemeve financiare, duke nisur shlyerjen e detyrimeve që kanë sjellë dhe sanksione nga FIFA. Sipas të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, nga 4 çështje që ishin hapur më herët ndaj Vllaznis, aktualisht kanë mbetur vetëm 3, pasi njëra prej tyre është mbyllur me sukses. Ky zhvillim konsiderohet një sinjal pozitiv për klubin kuqeblu, i cili prej kohësh përballet me probleme financiare serioze. Megjithatë, situata mbetet ende delikate. Vllaznia vion të jetë nën sanksion, çka do të thotë se nuk do të ketë të drejtë të regjistrojë lojtar të rinj, derisa të shlyejë plotësisht të gjitha detyrimet financiare që rrjedhin nga çështjet e humbura në FIFA. Burimet pranë klubit bëjnë me dije se drejtuesit Shkodrani janë të angazhuar për të mbyllur sa më shpejt edhe çështjet e mbetura, me qëllim stabilizimin e situatës financiare edhe heqjen përfundimtare të ndalimeve. Nëse këto detyrime shlyhen në ditët apo javët në vijim, Vllaznia do të ketë mundësi të planifikojë normalisht të ardhmen sportive dhe të jetë aktive në merkato. Zhvillimet e fundit sjellin një farë optimizmi në kampin Shkodran, ndërsa pritet që ditët në vazhdim të jenë vendimtare për të ardhmen e klubit, se i takon edhe synimeve të këtij sezoni. Duke qenë se do të ndeshen me 2 kundërshtar që i kanë direkt në objektivat e tyre në kampionat, pikërisht siç janë Egnatia dhe Dinamo.